Izraelitët kanë propozuar një ide ekstremiste që ka tronditur opinionin publik. Bëhet fjalë për ndërtimin e një qendre paraburgimi për të burgosurit palestinez, e cila supozohet të rrethohet me krokodil, me qëllim parandalimin e tentativave për arratisje. Ideja është propozuar nga ministri izraelit i sigurisë kombëtare nga e djatha ekstremiste, Itamar Ben-Gvir, dhe sipas mediave lokale, ideja po shqyrtohet nga shërbimi i burgjeve të Izraelit. Sipas raportimeve, qendra e propozuar do të jetë pozicionuar pranë zonës Hamad Gadar, në veri të Izraelit, afër lartësive të pushtuara siriane të Golanit dhe kufirit me Jordanin, dhe e njëjta përfshin një firmë krokodillesh dhe një kopsh zoologjik. Propozimi erdhi me një kohë kur pritet që Kneseti i Izraelit të votojë një projekt ligj të paraqitur nga Ben-Gvir, që parashikon ekzekutimin e të burgosurve palestinez. Aktualisht Izraeli mban mbi 9300 të burgosur palestinez, përfshirë aty fëmijë e gra, e ku shumë prej tyre kanë vdekur për shkak të torturave, urisë dhe neglizhencës mjekësore.